Dëgjon, në krejtë me bu një përmbledhje kështu të shkurt. Në start, në varet si rritësh, ku rritësh edhe nuk muj me akseptu në këtë pjesën, do me thonë, a gjykosh apo nuk gjykosh. Frymëzimi familjar, po thua që të kanë ndihmu në këtë aspekt. Unë jam rrit me një familje, thash më herët që me fat që jam rrit me një familje shumë të mirë. Nuk jam rrit unë në një familje që duhet me pas paragjykime apo me u marrë, me thashë thëmë, apo me gjyku të tjetrën. Kam investu në trunin tam, në shpirtin tam, që qka do që kam vendosë për jetën tam, nuk e kom këthy kokën mbrapa me mendu qka mendon ti, apo qka mendon tjetre. Do të thonë, për ata jam këtu ku jam shumë e lumëtër për të arritunat e mija që ndoshta nuk ka mendune për gjykimet qka i bojnë të tjere, sepse jam rrit një familje të mirë, po e kam edhe shoqnin e mirë, rrethin e mirë, që na se cili kemi shty njëri tjetrin që gjykimet e na nuk kanë vend në shoqnin tonë apo në familjen tonë. Edhe unë kur ndëgjoj me të drejtën kështu në për një rreth tjetër apo kudo që jemi, unë gjithmonë ndërhyj, ose ndoshta nërë nuk ndërhyj, po nërë thëmë që atin pse e gjykon një femër apo një mashkull, se se të na meshkujt ma nuk gjykon, po pse gjykot një femër për shembull që ndodh një ndarje apo pavarësisht a ki fëmijë apo s'ki fëmijë, është si mentaliteti i popullit tonë. Përgjithësi që ndodh te shqiptar që gjykosh unë do për shembull me një person edhe tash ti dush me diskutu me fol. Nuk e di, këto për mua janë shumë të ulta dhe nuk ata me pak muhabet do më thonë që ka me ata persona, unë i kuptoj qysh në rritë ata, qëfar edukate kanë edhe sa kanë kapacitet me kuptu jetën e tënve. Kështu që unë ata nuk është që ka njerë thëmë këtë veshin këne tjetër ndalit. Nuk është që i marë për bazë diçka që në varet kush e thotë, po aj që investan në trunin, në trunin e vetë, nuk ndodhë. Nuk është që të unë është bo një gjykim, sepse kam rretën shumë të mirë, edhe nuk është që më gjyku, nuk kanë arrit deri te ti, sepse ke rrethin tënë që është ta që i shëndojë, sa nuk ke leju të arrit deri te këti fjallët ose paragjykime që mund t'i ketë shoqëria jo. Për kundrazin, qofë se kemi diskutu, mëse na diskutoj me shoqëni, me familje që kjo është problemi, kështu. Për kundrazin, a e shtym njëni tjetërin që me pas një rati shpirtërore, edhe diçka kur nuk shkën mirë, do me thonë, nuk dush me najtë me një vend që nuk e kini jetë të shëndeshme, apo nuk e rahatshme, edhe shumë normale, se cilin në ndërdijen e vetë e din që nuk e normale, po është tash ma herë që mentaliteti jonë është që gjykosh, nështë ti vetëm pse e femën, s'ki profesionet tjera. Unë ka njerë thëmë që vish del prej derës shpis një femën, kime qene gjykume. Po tash në varet kush gjykon, do me thonë, ka kategori të njerëzve që unë thamë të ndryshme, gjë që se cili njeri përgjetat kategorin me cilën shoqnosh, po unë nuk jam marrë me këto gjykime, absolut, nuk është që ka pas shumë gjykime, nështë ta ka pas, ma kanë thonë, po prap tash që... Kish nuk e ke hargju energjin tënde që ndoshta të meresh me këtë pjesë? Jo, absolut, do me thonë, unë e kur kam vendos, do me thonë, me rritë vajzën e vetme, kom qenë me lumë të rambotë, dhe absolut nuk ka pas naj dëshprem apo naj thyrje, diçka që në vetën tonë për kundrazi, atëre kom qenë edhe ma e fuqishme dhe kom edhe ke qenë edhe nëndë shumë ma e mirë për t'jarën. Se shumë shpesh dëmi i bëhet fëmijëve, ndoshta pa vedije, qëndrimi në një martesë të palumtur, dëmin më të madh dhe pasojat më të mëdha i paguan fëmija. Kështu që besoj ky vendim, përveç se të ka bërë ty person më të lumtur, të ka bërë edhe nën më të mirë. Sepse ajo çfarë ti ke reflektuar te vaza yte ka qenë dashuria për të, ke qenë e përmbushur dhe më e lumtur fundja. Unë mendoj që njëjtë, atë kjo unë them batu që duhet me u hek dhe me u largu, do me thonë prej shoqnisë tonë, që mos gjykohen femrat
nuk ka vend me u gjyku një femër, sepse çdo femër këtë botë e do një rati familjare, shpirtërore, edhe po kur s'është e qetë, do më thonë, aksepto ashtu qysh është, edhe prap jepi motivim edhe frymëzo për me shku tutje, sepse jeta është e bukur me jetu ashtu qysh ti e meriton si femër. Edhe unë mendoj që na meritojmë hala më shumë qysh jemi, po në qoftë se s'na jap tjetri, na dim ta kërkojmë dhe ta marrim vetë. Kështu që e bojmë vetë. Vetë kemi lindë edhe vetë kena me vdekë. Kështu që jetën ti e përzgjedh ashtu qysh është më së miri dhe ban jetë ma të mirë dhe ma të shëndetshme dhe ma të dashtu për vetën tonë. Sepse në qoftë se nuk e don veten, besëm që nuk don as tjetri. Kështu që